Zoti tregoi besimet e kota të disa partive të krishterëve kur qenia e Zotit një e i vetëm është fare e qartë. Zoti tregoi se ata meritojnë të kritikohen që nuk heqin dorë nga e kota dhe që nuk e pranojnë besimin e drejtë. Për këtë ai urdhëron e thotë: "E fela yetubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim." Ende nuk do të bëjnë teube te Zoti ata, edhe nuk do t'i kërkojnë ata ndjes atij, por Zoti është falës e mëshirues. Shpjegime. Në tefsirin Hazin thuhet se ky ajet është një urdhër në trajtën e pyetjes, por është edhe një kritik për të krishterët, që ata nuk bëjnë teube. Sipas interpretimit të Hazinit, kuptimi i ajetit është kështu: ata njerëz që bëjnë kufër, le të bëjnë teube sa më parë. Çdo njeri që bën ndonjë faj kundrejt Zotit, duhet të pendohet për fajin e bërë, sidomos të krishterët që bëjnë kufër të dukshëm. Duhet të pendohen e të kërkojnë ndjes më tepër se fajtorët e tjerë. Qysh bëjnë ata shpifje për Zotin me ato gjëra që nuk e meriton madhëria e tij dhe nuk kërkojnë ndjes? Mirëpo Zoti i mëshiron ata që kërkojnë ndjes atij dhe i fal fajet e tyre që bëjnë teube. Zoti për të vërtetuar se besimi i krishterëve është batil i kot urdhëron e thotë: "Mel Mesihu ibn Maryam illa rasulun qad khalet min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa kana ya'kulani at-ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون." Mesihu i biri Merjemes është veç se një i dërguar nga ana e Zotit, përpara të cilit ka pas edhe shumë pejgamber të tjerë, edhe nëna e tij është grua shumë vërtetuese argumenteve të Zotit. Është grua shumë larg fajeve, që të dy ishin si të gjithë njerëzit, që hanin ushqim, pra qysh u bë kanë ata të adhuruar. Shiko se si ne u tregojmë atyre arsyetimet, pastaj shiko përsëri se si ata bëjnë shpifje. Shpjegime. Në këtë ajet Zoti e ka bërë të pavlerë besimin e të krishterëve me 3 mënyra. 1. Isa i ka nën, atëherë ai njeri që ka nën është i krijuar, dhe ai që është i krijuar kurrë nuk bëhet Zot. 2. Isai dhe ëma han ushqim dhe ai që ka të tilla nevoja nuk është Zot. 3. Isai është i dërguar nga ana e Zotit, atëherë ai njeri që është dërguar profet nga ana e Zotit nuk bëhet vetë Zot. Pra Zoti u thot të krishterëve se i madhi Isa është një pejgamber si të gjithë pejgamberët e kaluar para tij. Zoti ashtu siç u ka dhënë pejgamberëve të tjerë mrekullira për të vërtetuar profecinë e tyre, po ashtu i ka dhënë edhe Isait, prandaj ashtu siç nuk u thuhet Zot pejgamberëve të tjerë, po ashtu nuk duhet i thuhet Zot edhe Isait. Të gjithë njerëzit janë krijesë një llojit dhe diçka që nuk mund të thuhet për njërin, nuk mund të thuhet edhe për tjetrin. Nuk bën të quhet Zot as nëna e Isait, sepse ajo zonjë pa përlyer bashkë me të birin, hanin bukë, pinin ujë dhe kishin nevoja të tjera si të gjithë njerëzit, dhe ata që kanë nevoja të tilla kurse si nuk bëhen Zota. Pra o i dashuri im i drejtohet Allahu pejgamberit, shiko se si unë u tregoj atyre argumentet që tregojnë fare hapur, se Isai dhe nëna e tij kurse si nuk mund t'jenë Zot, pastaj shiko me habi të madhe se qysh guxojnë ata të ngjisin Zotit gjëra që nuk janë të meritueshme për madhërinë e tij. Nëse të krishterët thonë se në dorën e Isait janë shfaqur disa mrekulli, punë të jashtëzakonshme si ngjallje të vdekurit e të tjerë, prandaj shprehen ata, ne i themi atij se është Zot, pyeti ata: "Përse nuk i thoni Zot edhe Musait, kur në dorë të tij është ngjall e është bërë gjarë prej shkopit i tij?" Nëse ata thonë se Isai ka lindur pa baba, atëherë thua ju atyre, po Ademit që është krijuar edhe pa babë dhe pa nën, përse nuk i thoni Zot? Qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'a wallahu huwa as-sami'ul 'alim. Thua ju atyre qysh nuk adhuroni Zotin, por adhuroni ato gjëra që s'janë në gjendje të largojnë prej jush asnjë dëm dhe as nuk u sjellin ndonjë dobi. Mirëpo Zoti dëgjon dhe i di plotësisht punët tuaja. Shpjegime. Bejzaviu thot se fjala më është në frazën ma la yamliku, siç përfshin të gjithë të adhuruarit pa të drejtë, ajo përfshin edhe Isan, të cilin e adhurojnë disa të krishterë. I madhi Isa përderisa nuk është Zot, nuk është i aftë për të të sjellë ndonjë dobi ose dëm. Krijuesi çdo gjëje është vetëm Zoti, pra besimi të krishterëve është i kotë dhe nga kjo pikpamje i madhi Isa nuk është i adhuruar me të drejtë, sepse ai nuk është i aftë as të largojë ndonjë dëm e as të sjellë ndonjë dobi. Ai që nuk është i aftë për këto punë nuk bëhet i adhuruar me të drejtë, prandaj edhe Isai nuk bëhet i adhuruar.
Zoti për t'i friksuar ata njerëz që kanë besime të kota e ka përfunduar ajetin me këto fjalë, mirë po Zoti dëgjon dhe i di plotësisht punët tuaja. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayra al-haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu kathira wa dallu an sawa'is sabil. Thuaju o i dashurim, o ehli kitab, mos e te i kaloni kufirin në fen tuaj me patë drejt dhe mos ndiqni dëshirat e paligjëruara të një kombi që e ka humbur udhën më parë dhe kanë nxjerrë prej udhës një shumicë njerëzish, por edhe vetë kanë dalë jashtë rrugës së drejtë. Shpjegime. Në tefsirin e Medarikit thuhet se fjala gulu do të thot e teprojnë në një gjë ose e lë atë mangët. Të krishterët i japin Isait një pozitë aq të madhe sa e besojnë atë për Zot, edhe jehudint mundohen ta poshtorojnë Isan me disa shpifje që s'janë të meritueshme për një profet. Kështu të dyja palët e te i kalojnë kufirin me pa të drejt në fetë e tyre, prandaj edhe ne jemi të ndaluar të te i kalojmë kufirin në çështjet e besimit, sepse ajeti pavarësisht se u është drejtuar jehudimve dhe të krishterëve, është i përgjithshëm në urdhrin për të mos e kapërcyer kufirin në çështjet e besimit.